miq jam për një shqetësum. Sot e kam bo një video në cilën unë e denoncova sjelljen politike të listës serbe që është anti-Kosovë dhe sjelljen e Serbisë që ka synim me sabotu Kosovën, me na bloku, me na shkatru si shtet, e pse jo me na ripushtu. Në atë video nuk e përmenda as partit, si përmenda partit të opozitës, as skenën tonë politike. Dhe qishte habia ime kur u vërsullen lloj ignoranti me komente, me mesazhe private, me m'kallëzu mu sa gabim jam, qyshun me fol ashtu për listën serbe, qyshun jam mashtrus. Quhet njeri mosh pensionisti në vend se me hargju kohën të lujt me nipa e mesa, edhe vjen të unë komenton mashtrus, laper, veç hajt kështu, gratis, hajt. Dhe ti thëm diçka këti krakit, se ko ka qu kraki pesh për na shanë Serbin. A ka me gjo këto? Thërni pak. Unë jam shumë i hapur me komentu, me shkëmby, për debate, për kreti çdo ditë mësoj diçka të re. Për se cilë situatë mësoj diçka. Po qysh marrë quhet njeri me emën e mbi emën del publikisht, edhe argumenton me mbrojt Serbin, listën serbe. Wow! Hej, ka lëviz diçka këto. Se para një kohë kam thonë që këtu nëherë shpionat e Serbisë në Kosovë, e krit ata rezervistat e Serbisë, udbashat, ata kanë punu pak si msheft. Tash ba blok, s'ka kush që ju nalë. Në studion, komente, gjithkund. Po as një hezitim, pa pikën e ftyrës. Quhet njëri që flet e shkruan shqip, edhe më thot u mashtrus, se unë thash që Serbinë e kemi kërcënim. Hej, unë nuk kam pretendimet mëdhaja kur flase, kur shkruje, se Sokrati kalon fjalë, kur ka thonë që unë nuk du me mësu askand, nuk mëj me mësu askandën, unë veç tentoj me i bo njerëz me mendu, qa që thjeshtë kjo.